Unë jam këtu para jush, jo për të komunikuar rezultatin e zgjedhjeve sepse ai tashmë është i qartë për çdo njeri dhe natyrisht i pranuar nga unë dhe Partia Demokratike, por jam para jush për t'u njohur me një vendimin tim. Unë kam qenë gjithnjë vendosur t'i bindem plotësisht verdiktit sovranit, i cili foli qartë në këto zgjedhje. Unë ju përkas atyre politikanëve që besojnë se ai nuk gabon, që besojnë se ai ka gjithnjë të drejtë. Duke marrë përgjegjësitë që vërtet në takoj, në një vendim të prerë kam vendosur t'jap dorëheqjen nga të gjitha funksionet e mia në forumet e Partisë Demokratike, që jem thjesht njeri prej jush, antar i Partisë Demokratike dhe deputet i saj, të punoj me përkushtim të madh së bashku me ju dhe me leadershipin e ri, për të mbrojtur promovuar si opozit vlerat parimet themelore të programit ton, për të shtruar atë përsëri në një program të shumicës shqiptarëve. Ndaj dhe ju lutem të mos gaboni të merrni apo konsideroni këtë fjalë si një fjalim lamtumire, i tillë ky nuk është. Madje nga unë, Partia Demokratike, antarë dhe mbështetësit e saj, nuk do dëgjoj ndonjëherë fjalimin e lamtumirës për fakt të thjeshtë, se ai do ishte një fjalim të cilin unë s'do mund ta lexoja kurrë. Si për ironi të fatit, me një fjalim që zgjati eksaktësisht 29 minuta. Ai sa ishte edhe numri i Partisë Socialiste në fletën e votimit, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha pranoi humbjen e zgjedhjeve dhe dha dorëheqje nga çdo post drejtues i Partisë Demokratike, ndërsa mbështetësit e tij jashtë selisë blu e pritën me lot këtë vendim. Ndërsa dorëhiqi pas 22 vjetësh nga drejtimi i Partisë Demokratike, lideri historik i së djathës i ka uruar suksese Edi Ramës në detyrën e re të tij. Në këtë rast, duke pranuar rezultatet e zgjedhjeve, uroj kundërshtarit fituesit të mbarsin detyrën e tij të lartë dhe uroj që qytetarët shqiptar të gëzojnë një jetë gjithnjë më të mirë. E për këtë humbje, Berisha deklaroi se ka vetëm një përgjegjës. Ne i humbëm këto zgjedhje dhe besoni mua se për këtë humbje e tërë përgjegjësia bie vetëm mbi një njeri, vetëm mbi mua, Sali Berishën. Por Sali Berisha shprehu bindjen se Partia Demokratike ka resurse dhe forca të shumta që do ta udhëheqin drejt fitores së ardhshme dhe se kryeri i Partisë Demokratike pritet të zgjidhet për herë të parë nga antarësia. Partia Demokratike, si parti e fillimeve të reja, e ndryshimeve të mëdha, do të ditë të lexojë me mençuri dhe guxim për ulësi, mësimin e sovranit të këto zgjedhje. Ajo, përveç trashëgimisë saj që bën krenar çdo shqiptar, ka ngjyrën e saj potenciale njerëzore të pakrahasueshme, ka projekte dhe ide, vlerat dhe parimet e drejta që mbron, edhe do di në leadershipin e ri, me një fillim të ri të fuqishëm, të shnohet dora dorës në mazhorancë morale e pastaj zyrtare të vendit tonë. Gjatë fjalës së tij të fundit si kryetari i Partisë Demokratike, Berisha ka bërë një bilans të arritjeve të kësaj force politike, duke nisur që nga rrëzimi i diktaturës e deri tek arritjet e 8 viteve të qeverisjes. Berisha falenderoi të gjithë mbështetësit, partnerët e huaj, familjen e tij dhe cilin do që ka kontribuar në Partinë Demokratike. E në fund të fjalës së tij, Berisha siguroi se do të mbajë postet e tij deri në shtator, atëherë kur dhe qeveria e re do të nisë punën, e kur Partia Demokratike do zgjedh leadershipin e ri. Në përputhje me kushtetutën e vendit gjerë në fillim të muajit shtator, do të vazhdoj të punoj me përkushtim të madh në projektin e Shqipërisë së zhvilluar dhe në përputhje me statutin e Partisë Demokratike do të qëndroj në timonin e saj për të organizuar zgjedhjen nga antarësia e Partisë Demokratike të leadershipit të ri, të cilin do ta mbështesim të gjithë së bashku dhe të ecim në udhëheqjen e tij drejt fitores së betejës më të afërt që na pret. Përpara, Zoti e bekoft Partinë Demokratike, antarësinë, mbështetësit e saj. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë. Faleminderit. Pas kësaj fjale, ai u takua në selinë e Partisë Demokratike me antarët e kryesisë dhe drejtuesit e fushatës në 12 qarqe, e më pas u përcoll nga qindra mbështetës që e prisin jashtë selisë blu.